Drejtoria e doganave forcon goditjen ndaj krimit dhe korrupsionit. Lufta kundër krimit ekonomik, kontrabandës, korrupsionit dhe të gjitha formave të veprimtarive të paligjshme mbetet një nga prioritetet kryesore të drejtorisë së doganave. Përmes kontrolleve të shtuara, hetimeve të detajuara dhe bashkëpunimit të ngushtë me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, kjo qeverisje ka arritur rezultate të rëndësishme në zbulimin dhe ndjekjen e autorëve të veprave penale. Në prokurorinë themelore publike dhe në prokurorinë për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit janë paraqitur 213 kallëzime penale kundër 443 personave fizik dhe 160 personave juridik. Në 196 raste është konstatuar dëm ndaj buxhetit me vlerë prej 102 milion denarësh. 7 kallëzime penale janë paraqitur për prodhim dhe vënie në qarkullim të drogave narkotike. 39 kallëzime penale për mashtrim doganor. 85 kallëzime penale për falsifikim dokumentash. 7 kallëzime penale për tregti të paligjshme me armë. 103 kallëzime penale janë paraqitur për vepra penale të kryera me 232 automjete. 450 kërkesa gjatë verifikimit të provave për origjinën e mandrave janë dërguar nga shërbimi kundër krimit ekonomik tek shërbimet e huaja kompetente dhe në 223 raste është konstatuar se provat për origjinën e mandrave kanë qenë të pavlefshme. Gjithashtu janë kryer edhe 71 verifikime të fakturave të importit. Janë hapur 15 hetime financiare kundër 19 personave fizik dhe 9 personave juridik. Çdo ditë identifikohen raste të reja, ndërsa shumë veprimtari të paligjshme po zbardhen dhe po marrin epilog institucional, sepse për të mirën e shoqërisë dhe të shtetit ton i avlen të japin kontributin dhe përkushtimin ton për të vendosur rregull një herë e përgjithmonë.